بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat në lidhje me martesën, më konkretisht kemi filluar për jetën bashkëshortore, me folë për obligimet e çifteve. Kemi filluar në ligjëratën e kaluar me tregu se çfarë obligimesh ka burri, do më thonë karshi familjes së vet, bashkëshortes së vet. Ka mbetur një 2 pika e do të kalojmë më andej me fol obligimet që i ka gruaja ndaj burrit. Prej pikave që kemi mbetur me tregua se e ka obligim burri apo është e preferuar e tij, është mirësjellje e tij, është prej sebepeve që me pasje të shëndosh familjare, që njeriu në familjen e tij, do më thonë, mos me konë ashtu të strikt, po me lënë hapësirë që thjesht me qenë njerëz më të lirë, edhe mu kënaq edhe me gjërat të cilat janë të lejuara, edhe në qoftë se në to harxhan, nga se e kanë një rregull dietarët se në qoftë se don me të dëgju familja jote na që ti e urdhëron, atëherë duhet pak me zgjeru çështjen sa i përket të lejuarave, edhe mos me shtrëngu vetëm çka farz ose çka është haram, edhe thjesht përmes tyne 2, do më thonë çështjeve me i ndërtu raportet bashkëshortore. Mirë po edhe në sen që s'është farz, mirë po është e lejuar, është e preferuar, apo e lejuar që thjesht njerëzit më kënaq me shëndetin e tyre, me kohën e lirë tyre, ndoshta njëherë me dëfrimin e tyre, nuk ka asgjë në të keqe në këtë punë. Nga se tash ne kemi gjithmonë model dhe jërnek pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur në hadithin e vërtetë të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila tregon se kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ushtrinë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ushtrisë, ecni ju më përpara, ecni ju më përpara. Edhe kam mbet mbrapa me Aishën radhiyallahu ta'ala anha. E tregon Aisha, e më ndali që thjesht të garojmë duke vrapuar, me bë garë në vrapim, më burri me grunë. E thot, garova me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e isha e re, e ja te i kalova pejgamberin, so me mujta. Kaluan disa vite, ishim prap thot një luftë, me ushtri, edhe prap po thot pejgamberi sa se më ushtris, esni përpara. Edhe po ndalem, edhe po më thot, po garojna, si atëherë, thot unë e kisha harru, pejgamberi se më thot nuk e kisha harru. Ama thot tash
isha plotsu, kisha shtu pesh, nuk isha ma e re që isha ma herët. Edhe vrapua me garuam, e ma te i kalej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ma tha, hadhihi bitilk, kja është për ata, kështë një me një. A tash po du me e marrë këtë hadith, me argumentu me të regu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konë të shku në luftë. Zotën pejgamberi sallallahu nuk ka dalë prej Medinës, ose u konë të shku për luftë, ose u shku në umre ose në haxh. 3 herë ka shku në umre, 1 herë haxh, edhe nuk ka pas dalje që them ne, dhe më thonë vetëm mushetit. E këto që ka ndodhur ky rast që me pas atë kohën e lirë me garu, me grut vetë, ka ndodhur në luftë. Ka ndodhur mase që është martu pejgamberi me Ajshën që ka ndodhur në Medinë, mase që ka kaluar për Mekës që e bie që ka qenë përmi 53 vite. Se pejgamberi ka jetuar 10 vite në Medinë, 63 vjet ka vdek. I bjen që realisht herën e parë ka pas më tepër se 53 vjet. Herën e dytë kanë kaluar vite dikun 60 vjet i ka pas. Në luftë. Komandanti i ushtrisë 53 apo 60 vjet. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall edhe absolutisht s'po pengon që thjesht me kalue një kohë lirë, domethënë me gruan, edhe thjesht me pas një lloj dëfrimi, edhe një afrimi në diçka që është e lejuar e që realisht nuk ka kur farndalesë në fen tonë. Për atë njeriu nuk duhet kur me pas arsye dhe me thonë se jo valla s'po kam kohë, jo valla se unë jam hoxh ose domethënë unë jam domethënë njeri me autoritete, jam domethënë kam pozitë sene e marrë është mund pa dikush me gruan siç ka qenë traditë na, domthonjë që as me ecë barabart s'ka ecë, po e kanë lënë gruan me metra, domethënë për mas ndoshta edhe i ka met gruaja apo ky ka ecë se ka jetu që se ka gruan me zvete vetëm se mas disa minutave. E që realisht kjo nuk është, po them, prej islamit, nga se i vetëm në këtë rast ka dhe raste tjera të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se në çështje që janë të lejuara absolutisht nuk ka qenë as i rigorozi as i strikti, edhe me thonë që kjo është zban e me shtrëngue, mirë po ka qenë gjithmonë i mirëkuptueshëm. Tregon Ajsha në hadith tjetër, thotë në ditën e Bajramit, vishin ata që ishin rob nga Etiopia e sotshme Habesha, edhe luanin në xhami me shtiza, edhe këndonin disa fjalë në gjuhën etiopiane, thotë që se marrën në vesh, edhe i pyete pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çka po thoni. E ja tregonin dhe ja përkthenin se po thonia se Muhamedi është njeri i mirë, Muhamedi është një i mirë. Kuptimi i atyre domethënë vargjeve që ata i këndonin. Mirë po, sikur e ka po Ajshën se Ajsha po ka që mi po lojën e tyre. E thotë ishte dalë te dera, e më kishte mbuluar me trupin dhe atë pjesën e trupit të teshës të epërme, edhe kishte qitur kokën Ajsha mes supeve, edhe veshët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pështet kokën e saj mbi kokën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe i këshirte, domethënë, edhe thotë nuk e ka larguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kokën, që më thonë Ajsha largou, derisa faktikisht i më larguan e vet, që në farforme që i them na unë gopo edhe s'ka pas nevojë, domethënë me përcjell apo me pa më tepër. Por thjesht kështu të ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i afërt me familjen e tij, jo i vrazhd, jo domethënë zyrtar, jo thjesht me ardh njeriu mos me mujt gruaja me burrin e vet apo fëmia me babën e vet, me fol vetëm se me kon në një zyrtare ose me protokolle kështu me radh. Realisht këto çështje nuk janë të preferuara në familje, nuk ka familje të shëndosh nëse mbi zotëron kjo atmosferë, po gjithë me kon familje të relaksuar, të afërta, përveç asaj që duhet njeriu më largu harameve, edhe duhet më plotësu obligimet, realisht në çështje që janë të lejuara, nuk prish punë që njeriu me kon mirëkuptueshëm edhe që mu dëfry edhe me kalu kohën me familjen e vet. Kjo është pika e parë. Pika e dytë sa i përket domosdoshmë obligimeve, domethënë të burrit ndaj gruas së familjes, është që njeriu e ka obligim që me kon i pastërt, me këndërmu ere e mirë për tina, mu zbukurue, domethënë edhe para familjes tina,
bile ka orë në një transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë, unë do i zbukurohem gruas time, ashtu si që kam dëshirë, aja më zbukuru mu. Që shki qef dhe më onë që gruja jote më të zbukuru ty, edhe mos me arë me qëfar dhe teshe, mos me arë me erë të kuzhinës, mos me arë dhe më thonë me flak shprishura, kështot me radhë, po thjesht me ardhë, pedante, bukur, sene, realisht, ashtu si qki qef ti me pa grunë tone, ashtu të ti zbukuroje grus, dhe më thonë tënde. Bile, ka një transmitim që unë e kam dëgjuar për një shekhit, nuk e kam vërtetuar, a është i vërtet, ka thonë në Abdullah ibn Abbas se unë e kam dëshirë më u zbukuru pra familjes time, ashtu si që kam dëshirë më zbukuru kur hi namazin tem. Nga se Allah azhjel, kur ka thonë për namazin, ka thonë, khudhu zinet e kumende kulli mesgjid, vesh në bukur për çdo namaz. Ashtu që shkod njëri u dëshirë, që është e preferuar, që thjesht kur falet, jo vetë xhami, po edhe në shtëpi më falë. Më falë dhe më thonë në formën më të bukur, më vesh më zbukuri, edhe më rregullua se kime dalë për Allahut azza wa jall. Jo, më dalë, ndoshta dhuruna Zot më thonë, po falë edhe në pijame, se në shtëpi jam abdonasane, sahina e dim që avretin e mbulon, ama nuk është e preferuar që njeriu edhe nuk është e plot që më dalë për Allahut azza wa jall në këtë formë para Zotit dhe namaz me hinë të kështot. Atëherë, thotë Abdullah ibn Abbasi, ashtu si që kam qef më përgadit edhe me dalë për Allahut azza wa jall më zbukurua, ashtu e më zbukurua edhe para familjes time dhe para gruas time, e këtë tash e ka pas tradit pejgamberit sallallahu se kur është pyetosha se çka ka qenë puna e parë me cilën ka filluar kur u hin shpejt pejgamberit sallallahu ka thonë e fillonte duke pastruar dhëmt me misvak. Sa realisht çështja e erës dhe kundërmimi i erës është çështje e nevojshme për të gjithë, edhe për burrin, edhe për gruan, edhe për namazin e xhamatlit, edhe ardhin në xhami, për atë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu se ai se lehan dhe më thonë qep apo hudra apo dhe porre mos t'i afrohet dhe më thonë xhamis tonë. Ndoshta me katë po e përfundojmë se për këtë obligime që i ka burri ndaj gruas, edhe po fillojmë obligimet e gruas me tregu që i ka ndaj burrit, edhe pse ndoshta nuk do të mundem me i plotësu të gjitha dhe me përfundu, mirë po atë çka mundem me marrim sot, çka mbetet vazhdojmë në gjatën e radhës. Pika e parë që ka obligim gruaja ndaj burrit është me e dëgju gruaja burrin, me respektu, me ndëru edhe fjallën edhe urdhën mos m'ia kthy. Edhe nuk është kjo çështje fakultative, luks, qofse dëgjon elhamdulillah, dëgjoj s'është gale, jo nuk është ashtu. Ja pe dini çfarë obligimesh ka njeriu ndaj prindit, që thjesht ndëgjueshmëria, respekti ndaj prindërve vjen më herë mas adhurimit të Allahut azza wa jalla dhe pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kur shkon vajza te burri, më ka obligim me dëgju burrin e vet se babën e vet. Edhe nëse baba i thot diçka që është e lejuar, e burri i thot diçka tjetër që është e lejuar, e ka obligim me dëgju burrin e jo babën. Pra thjesht, para mendoni çfarë obligimi ka thash në shariatin tonë me dëgju babën. Mirë po, kur të martohet vajza, e ka ma obligim me ndëgju burrin se me ndëgju dhe më thonë babën edhe nonën e vetë. Edhe këtë s'pe thëmë dhe më thonë vetëm se ne mashkuj edhe thjesht që shmë dikush me komentu se neve në levërdis ke punë apo në konvenon, mirë po këtu e në argumente dhe në fjallë të Allahut azza wa jalla dhe më thonë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej argumenteve është fjallë Allahut azza wa jalla kur ka folur, ka thonë fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidha Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ta'na lakum fala tabghu alayhinna sabila. Dhe gratë të mira janë thënë qanitat. Qanitat Abdullah ibn Abbas dhe të tjerë kanë komentuar thotë gratë të mira janë ato që dëgjojnë burrin e vet. Pra thjesht kur ka folur Allahu azza wajal për lidhjen bashkëtorë, raportin mes burrit dhe gruas, e ka folur tash më së për gruan, se cila është grua e mirë, ka thonë grua e mirë është ajo e cila domethënë dëgjon burrin e vet. Qanitat. Më së ka vazhduar njëjtë ajet, ka treguar se nëse nuk e dëgjon gruaja burrin, edhe ka frikë se faktikisht po del që thëmë na itatet dhe razije,
me këshillu, me largu, edhe me leqit, edhe qoftë se ka nevojë, ndoshta edhe një goditje apo një rrahje të lehtë, çuçi kemi komentuar, domethënë në ligjëratën e kaluar. Mirë, po këto 3 masa nuk i ka dhënë Allahu Azza Jall, vetëm se thjesht është bën një shkelje për sajna. Nga se ka pas obligim me dëgju burrin. Kurse ka dëgjuar burrin, atëherë i marr këto masa. Se për ndryshe, qoftë se ka pas obligim pse mi marr këto masa. Edhe argumenti i tretë që vjen në netin ajet, fa in ata'na lakum fala tabghu alayna sabila, qoftë ju dëgjojnë, atëherë mos kërcirni me marr ndaj një hap tjetër. Që i bjen faktikisht që e ka obligim mos me dëgju, atëherë mundi me marr edhe masa edhe hapa tjerë, dhe më thonë që ndoshta runa Zotë edhe me shku deri te shkollëzimin, nëse vjen deri te mos marrveshja dhe më thonë nuk e dëgjon gruaja burrin. Kjo ajeti i qartë nga ajeti domethënë kuranor. Nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur hadithi i vërtetë që thot ajo grua që i fal 5 kohë namaz, e agjëron muajin e Ramazanit, e ruan derën e saj, e dëgjon burrin e saj, hin xhenet për i cilës do derë që don e dyert e xhenetit janë 8. I ka premtuar xhenetin nëse e kryen këtë punë. E para, e dyta, a beshoni me kon e ka lidh namazi farz, agjerimi farz, rujtja në derit farz, me dëgju burrin farz, nëse don me hin xhenet. Por obligim nuk është çështje fakultative, nuk është çështje vullnetare, nëse e dëgjon mirë ose se dëgjon jo. Ka një hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 2 personave nuk i pranohet namazi. Jo pse si pranohet namazi dhe thash që e kanë obligim me bë kaza, po shpërblim nuk kanë. E ka cekur njënin një rob i cili ik prej zotnisë së vet, edhe e dyta domethënë është një grua domethënë e cila kundërshton burrin e vet. Edhe pse ka dietarëve e thonë kundërshtimin këtë hadith është fjala ajo që nuk pranon me flajt me burrin e vet, edhe me pranu me pas marrëdhënien time me burrin e vet, mirë po refuzon, faktikisht hin këtë kërcënim që mos i pranon namazit. Mirë po, domethënë thash ka dietarëve dhe hadithi është në formë përgjithshme se nuk është për qëllim vetëm ajo që refuzon burrin, domethënë në shtrat, mirë po çdo grua e cila nuk e dëgjon burrin në çfarëdo forme, në atë çështë e lejuar, domethënë hin në këtë hadith. Kjo është pika e parë që duhet me pas rëndësi, domethënë gratë shumë, nga se faktikisht edhe shpesh po përmendim jemi rënë ndikimin e kultura perëndimore feministe, edhe thjesht tash gratë po dojnë më bë si burrat, edhe thjesht burri një fjalë, ajo 2 fjalë, ky më vet, ajo më vet, realisht nuk qëndron ashtu shtëpia, nëse nuk ka 20 shtëpie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e Muadhit, sikur te kisha udhëruar dikon me i bë dikujt sejdë insonit, e kisha udhëruar burrin, gruan me i bë sejdë burrit, për shkak të hakut të madh që ka ndaj tina. Pra thjesht kjo çështje do të më kuptu kështu, jo çysh na servohet kjo kohën bashkëkohore, jo çysh punoj imponohet përmes kulturave, përmes mediave, përmes domethënë gjëra të ndryshme, që thjesht drejtet e barabarta si burri si gruaja dhe kështu me radhë, edhe faktikisht i thot burrin një fjalë, ja kthen 10 fjalë, e thot burrin dëgjoj, ajo nuk e çon kokën dhe alsane, e nuk është çështja vetëm se e ki obligim para burrit, e ki obligim fillimisht para Allahut Azza Jall me zbatu këtë urdhër. Ashtu sikur të respekton prindin, që ki obligim ndaj Allahut me nështru këtij urdhrit, ashtu e ki obligim domethënë me e ju bind burrit, edhe me dëgju dhe me respektu domethënë burrin. Kjo është puna e parë. Puna e dytë, vëllezër të nderuar, pe hakut që e ka të madh gruaja për burrin e saj, se nuk i takon asaj në me agjëru nafile nëse ka burrin prezant atë. Nëse farz është meselë tjetër, Ramazan është meselë tjetër, nëse thjesht të bë kaza është meselë tjetër. Mirë, po me agjëru nafile e burrin e ka aty, s'është musafir. Realisht ka ardhur ndalesë nga hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ndoshta njeriu ka nevojë edhe gjatë ditës me pas marrëdhënien time me gruan e vet.
Në qoftë se je agjeru shumë ja po mundësën këtë punë, e për shkak të obligimit madh që e ki ndaj burrit, edhe agjerimin, do më thonë nafile, nuk duhet me bo, qoftë se ki burrin aty pa dhonë leja ai. Se ti jep leja është mesele tjetër. S'është aty, ajo është mesele tjetër. Mirë po, burri është aty, s'të ka dhonë leje, atëherë nuk lejohet me agjerue nafile për shkak obligimit madh që e kije, dhe më thonë ndaj burrit. Vetëm shikoni hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, kur tregon thotë se si kumbo kaze ditë e Ramazanit të kaluar, derisa ka ardhur muaj Shawal. Muaj Shawal është muaj para Ramazanit. Edhe e ka arsyetuar se pse ka bërë këtë punë, thotë për shkak pozitës dhe thjesht obligimeve që i kam ndjekur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se e kam ndjekur përgjegjësi që me konë në shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe hiç mos më agjerue për shkak me konë e gatshme që kur don pejgamberi sa unë jam shërbim të tina. Vetëm kur u ardhë u ngushtua shumë ditë që thjesht po dhe me ardhë Ramazani tjetër, atëherë thotë kanë filluar me i kompenzua të ditë farz, dhe më thonë që kanë qenë të Ramazanit të kaluar. Kjo është ajo, dhe më thonë, dituria fetare që e ka kuptuar Aishja që shumë gra, dhe më thonë, nuk e kuptojnë, dhe më thonë, në kohën e sodit. Apo obligim tjetër që ka orë në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mos më shti kërkon në familje, edhe në shfit burrit, pa leje të burrit, edhe në qoftë se është i afërm i grus, edhe në qoftë se ai doj i grus, edhe në qoftë se ai është migj i grus, edhe në qoftë se ai domethënë ka mundësi me kon holla teza këtë më radh, nga se ndoshta ka një arsye burri se çata persona s'ka qef mi pon shpi. Po, pi marr si shembull që në tafërt, po kënë se ka marak, burri me konë prezent, musafir në shpit vetë, nuk lejohet me shti gruja dhe me dhonë leje kërkujna heq. Nga se ka farz me dëgju burrin këtë rast. E të nëshit për leje në kam folë djetarë, thët të jep leje gojarisht, të jep leje dhe më thonë duke kuptuar se thjesht nuk i vjen mërzi që se vinë këta të afërm, ase është në zakon, në adet, që vinë, dhe më thonë, daje, migja i grus, dhe më thonë, e vizitojnë mesin e tyre, edhe faktikisht, këto tri leje, qofta ajo në mënyrë direkte, apo tërthorazi, apo është zakon, që njerëz e tillë nuk refuzohen, atëherë nuk prish punë mirë, por unë në Zot, nuk ka leje, por unë në Zot ka, dhe më thonë, ndalesë, që personat saktuar, mos me hinë shtëpi, ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk i lejohet me bë një gjë të tillë. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët që e ka obligim gruaja ndaj burrit është që senet e shtëpisë të burrit, pasurinë e burrit, edhe sadak me dhon nuk lejohet pa lejen e burrit, jo diçka tjetër. Edhe sadak me dhon pa lejen e burrit, nga sa është pasuria e burrit. Përveç qoftë se të ka jap leje në mënyrë direkte, tërthorazi, apo është zakon që faktikisht në nësi raste burri nuk refuzon. Mënyrë direkte, thjesht vinë ditë caktuara që njerëz të trokasin derë dhe lypin sadaka, apo gra që lypin sadaka, përpara ka qenë adet të na, ka pas ditë caktuara kur janë ardhur në mujt ose në javë të gra, e që ju kanë dhënë këtë fshate ose këtë lagja atyre njerëzve të kanë ardhur. Edhe faktikisht burri ka ditë, ose i ka thonë mënyrë direkte, jep jo. Ose ka ditë që ky ka qef me dhënë sadaka. Ose është zakon që kërkush prej burrave nuk i pengon kësaj raste me dhënë sadaka. Kjo nuk prish punë. Ama haruna Zot nëse s'ka jap leje. A ka thonë mos prek kurrë për pasurisë tem, për shtëpisë tem, pa lejen time, atëherë kjo çështje ashtu mbetet edhe nuk lejohet me dhënë asgjë, domethënë prej pasurisë të burrit. Është pyetur ka në hadith vërtet pejgamberi se mos jap gruaja asgjë prej shtëpisë burrit pa lejen e burrit. Ka thonë ja Resulullah as ushqema. Ka thonë po ushqimi është në atë kohë ka qenë domethënë për pasurisë më të madhe se realisht njerëz kanë pasur edhe krizë edhe për ushqim. E mësa ne kanë thonë qoftë se jep gruaja me leje të burrit, ka në hadith vërtet që e ka shpërblimin e plot gruaja që e ka dhënë, e shpërblimin e burrit që e ka fituar pasuri, qoftë se jep gruaja, domosdoshmë se kështu ka në hadith, qoftë se jep gruaja, domethënë në mënyrë
pe pasurisë që burri ja ka fal grus, ajo jep masanej pe asaj, ajo është masanej pasuri e saj. Thonë aja ka shpërblim në plot, ndërsa burri ka gjys, nga se edhe burri ka qenë një farë sebepi indirekt, domethënë që ka është dhona ajo pasuri dhe ka pas mundësi ajo grua domethënë me dhon. Obligim tjetër që e ka gruaja ndaj burrit është që me pas kujdes me i nejt gati burrit, që me e knaq burrin, që thjesht mos me hidhru burrin, mos mi shkaktu kokçarje burrit, mos mi bo stres e ankth burrit, që thjesht me anë nëse gjendje runë në zët që burrin ma qef kona është me nejt të ditën, ose në punë, ose pej punë, me shku me shoqënie, e mos me hin shpi për shkak dhe më thonë të atmosferës kontaminume që ka mundësi një grua mja shëndru burrit në shtëpi të vetë. Për atë ka onë hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a dëni mi ju informu me ato gra që kanë me hinë xhenet? Ka thonë, po ja Rasulullah. Ka thonë, kullu vedudin, çdo gru që është e dashme, që burri ka qef me nejt me ta, me ndru dy lafe me ta, thjesht faktikisht çaq atmosferë pozitive, energji pozitive ka, që faktikisht edhe në të ditë me nejt shtëpi nuk dëmon bëhet me rëtën, se faktikisht dëgjon kur fjalë të ligë për sajna, kur nuk dëgjon vrejtje për sajna, kur nuk dëgjon domethënë fyrje për sajna. Faktikisht që kjo është për qëllim e gruaja dashme. El velud, aja që lind, faktikisht prej sebepeve që edhe pse nuk është sebep direkt i saj, se Allahu azza wajal kuna dënë ja fëmijë asana. Mirë, po pse e bë sebep që mushtu ymeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka më shpërbly këtë grunë në ditën e gjykimit me shpërbly me xhenet. Apo për shkak se ka me lind fëmijë, e fëmijët e saj kanë me bë dua për ta, edhe kjo ka më kon sebep, domethënë që faktikisht me i në xhenet. E ka vazhduar hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë edhe ajo gruë e cila kur hidhrohet ose kur dikush i bën keq, ka fjalën për familjes, ose ajo apo dikush e hidhron burrin e saj, shkon edhe ka burrin dorë për dorë, edhe thot unë sy në gjumë sy tem s'ku me shtije derisa të qetësohesh ti edhe të kalon kjo hidhrim, qofse ta kom shkaktuar apo që ka mundësi të ka shkaktuar dikush jashtë domethënë shtëpisë. Kjo është ajo gruaja e mirë. Jo ajo që dhez, jo domethënë ajo që faktikisht për një fjalë i bën 100 fjalë. Edhe nëse vjen me disponimin më të mirë dhe me gëzimin më të mirë në shtëpi, domethënë ta bën shtëpinë në xhenem. Po faktikisht edhe nëse këtë dynjas ka ato ngarkesat e dynjas e kije, këtë stresin e dynjas e kije, kur hin faktikisht bën që me harrua e thjesht që shka në hadith. Gru që me dëhin xhenet është ajo që dorën e saj në dorën e burrit dhe thotë nuk shti sy në gjumë sytimin pa u rahatua dhe u qetësua domethënë ti. Me pas kujdes ato gra, thash që e kontaminojnë atmosferën dhe me jetën bashkëtorë, nga se ka ardhur domethënë hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk e shqetëson asnjë gru burrin e vet, vetëm se kanë me mallkue domethënë hyriat e xhenetit dhe më thonë ki kujdes se përkohësisht është ai aty derisa të zhvendoset për ti edhe me të lanë. Obligim tjetër që e ka gruaja ndaj burrit është që me falendëru burrin, me kon mirënjohës ndaj burrit, mos me nënçmu burrin, mos më mohu të mirat që t'ia bën burrit, nga se për këto ka ardhur domethënë hadithe shumë kërcënuese. Fillimisht njeriu duhet me ditë që s'mund të falenderojë Zotin që se falenderon njeriu. Pe falendrimit Allahut është me falendëru njeriu. Edhe në këtë rast edhe me falendëru burrin për të mirat me takatin e vet, me mundësitë e tij materiale që ka mundësi me i prun shtëpi. Ai që është me bukurinë që e ka, thjesht gjithmonë me kon mirënjohës, edhe falendërues, edhe respektues për burrin e kurse si kreneqe mohuse e të mirave që ti bën burri, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Zoti nuk e këshiron gru
e cila nuk e falenderon burrin e vet, e ajo nuk mundet pa ta. Nuk është fjala që nuk mundet pa ta, që nëse ka mundësi materiale dhe pavarësohet tash s'ka gale mos e këshir burrin. Mirë, po realiteti grave është kështu, që realisht sado që me arrit gruaja edhe pushtet edhe pasuri, gjithmonë ku me kone mangë nëse s'ka burr. Thjesht plotësimi i gruas është me pas burr. Nuk e ka falendëruar Zot, nuk e shikon Zoti atë gru e cila nuk e falenderon burrin, a pa ta smunët. Smunesh pa ta, a krena domethënë nuk e jep hakun, nuk e falenderues edhe nuk i je mirënjohës ndaj burrit tënd. E ka në hadith tjetër vërtet pejgamberi kur pejgamberi ka fal Bajramin, ai ka mojt domethënë ai ka këshilluar ka burrat, mësane është fru ka gratë, ai ka thonë jepni sadaka i gra, jepni lemosh, jepni sadak, se mas shumë të në xhehenem ju kom po juve. Edhe kam pyet ja Rasulullah, sepse edhe ka cekur se ju e shpeshtani, mallkani shumë dhe jeni mas mirënjohës, domethënë për burrat e juaj, edhe të mirat, domethënë që ju bën burrat. Një të mirë, 2 të mira, 100 të mira, për një të keqe t'i harron. Edhe faktikisht është mos mirënjohëse, ka herë mos mirënjohëse është edhe pse se shpreh, po mundet ndoshta me një fjalë, me thonë elhamdulillah, por në farë forme kështu veç unë të rrityse, të sidomos su meriton mua kështu me radhë, siç mund të shpesh njeriu edhe me dëgjue këse raste, domethënë që faktikisht i afron shtëpi, strehim, e veshmbathje, e ushqim e furnizim, edhe ndoshta detyrohet për shkak mos me pas fërkim mes prindve të vet, edhe asaj, mo largu prej familjes vet, qoftë ndoshta edhe me qira, edhe gjitha këto i bën, edhe në fund bëhet mos mirënjohëse, edhe nëse shkon e viziton një herë babën e vet, ose vin baba me vizitue, realisht kjo nuk do koment se me këpase çfarë gjendje të mirëushme, domethënë kena arrit edhe kena mrije, domethënë që mos me kon as pak mirënjohëse për sakrificën që e bën burri, se burri duhet me uçu pe mëngjesit deri mbrëmje me punu, e ndoshta me duru edhe fyrje edhe nënçmim për tjerëve, për shkak që me siguroj furnizimin që në sofrën e tyre mos më mungu asgjë. E tash nëse dikush e nënçmon duke punuar, e të vjen e nënçmon për zyt në shpëtone, nuk e di se çfarë mirësie edhe çfarë mirënjohëse mundet me kon gruaja, domethënë ndaj burrit të saj. Obligim tjetër që e ka gruaja ndaj burrit është që thjesht me u përkujdes për familjen e saj, me u përkujdes për burrin e saj, me u përkujdes për fëmijët e saj, me dhon hakun se i ka emanet, ashtu siç është Zot shtëpia e burrit dhe ka obligim këtë shtëpinë. Mirë, po burri nuk është vazhdimisht shtëpi. Atëherë kjo emanet i ka lënë gruas kur nuk është burri në shtëpi. Edhe faktikisht përgjegjëse për pasurinë e tij, edhe për fëmijët e saj, edhe tina është ajo gruaja, edhe kushdo që ka përgjegjësi e ka atë emanet edhe ku më dhon llogari për të. E mirët ai i cili domethënë e merr këtë emanet e nuk e çon vend, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si ka dhënë Zoti dikujt përgjegjësi. E vdes a ditë që vdes. E si e ka çu hakun edhe emanetin në vend, edhe domethënë se ka çu në vend atë porosinë që ajo dosht, edhe atë obligimin që ka pas, vetëm se Zoti kum ja bë haram atij personi, domethënë xhenetin. Edhe e fundit për sot më Zot është që ashtu siç të cekum që ka obligim burri me kon i pastërt, me aromë të pastërt, i zbukurum para gruas, edhe gruaja duhet me pas të njëjtën çështje, nga se kjo ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur apo doni më tregu se janë gratë më të mira. Kan thonë po, ka thonë ai e gruaja e cila ta knot syrin kur e sheh. E para, të dëgjon kur dhe urdhron. Edhe thjesht nuk të kundërshton në veten e tina dhe pasurinë e saj kur faktikisht ti domethënë nuk je aty. Faktikisht pikën e parë ka thënë që gruaja e mirë është ajo që domethënë ta knot syrin kur e sheh. Jo runa zot që shka është tradita tash që për këtë dynjon rregullohet e për burrin e vet domethënë del në formën më të shëmtuar që ndoshta kanë njëherë ka mundësia me tutë, me trishtua, jo
dhe më thonë runa Zot që me taknat zemrën apo syrin kur e sheh. E pra duhet me pas kujdes që kjo dhe më thonë këshill më shkon vesh edhe grave, po edhe prindje me mësu fëmijët e vet, vajzat e veta, që realisht njeriu duhet mos zbukuron shtëpinë e vet, por anëtarët e familjes vet. Përkundrazi, kruja bukuritë e veta duhet mi mbulu për atjerve, që thjesht ato bukuri mos mi pas kush vetëm se burri vet, as flokun, as qafen, as krahun, as këmbën, as kështu me radhë. Mirë po jo të kundër të nëruna Zot thjesht krejt dunjaja sheh mirësitë e bukuritë e sajna, e kur vjen burri e shfaq atë anën e shëmtuar të vetes së saj, e që realisht mos me njeriu duhet me kon i mençëm dhe me ditë, e ka thënë arabët e kanë një fjalë, me ditë ka puna vjen era, pe cilës dritare e që me mbyllë dhe me u qetësu. Faktikisht një pjesë e sebepeve që ndonjëherë e shet që ka thyrje dhe ftofje të marrëdhënieve domosdoshmë mes çiftit, është pikërisht ato që kjo punë. Që faktikisht se njëri për tjetrën si interesohen, as burri si domethënë nuk interesohet se si rrin shtëpinë e vet dhe para gruas vet, po edhe gruaja para domethënë burrit vet në një farforme, sikur më nuk ka jetë intime, nuk ka të rrjekë mes tij dhe tjetrit, edhe masandej edhe vjen deri te hulumtimi për domethënë zëvendësime dhe runa Zot, edhe nëse ajo është haram, e që fatkeqësisht në mënyrë indirekte mundu më bë sebeb edhe në këtë punë. Ndoshta nuk është e tepërt vetëm i cekur, mos jam duke folur se nuk e di kur na bën rasti tash me folë për zbukurimin e gruas, çka lejohet, çka s'lejohet, kushtet që duhet me pas zbukurimi i gruas, thonë çdo zbukurim i cili nuk i shkakton dëm shëndetit lejohet për gruan. Ky është parimi i parë. Runa Zot është një zbukurim që ka mundësi me rreziku shëndetin e saj, nuk lejohet ajo punë. Kjo është e para. E dyta është çdo zbukurim e cila nuk tentohet mu ndryshu krijimtaria e Allahut Azza wa Jall. Zoti ka krijuar kështu, ai dën me dal më ndryshe, faktikisht ajo që vjen ndesh me krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall nuk lejohet me bë. Po ka mundësi me pas diçka shëmtim, që faktikisht thyrje, dëmtim që masi ka ndodh, e që realisht njerëz zakonisht nuk janë tillë, s'prish punë pas intervenime, po jo me kon njeriu normal, me kon një plot, ashtu si Zoti ka kriju, dikëm më të bukur, dikëm më të bukur, po me bëj intervenime që me ndryshu, domethënë krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall nuk lejohet. Nuk lejohet zbukurimi me kon tatua, se kjo është haram edhe për burrat, edhe për gratë, domethënë nuk lejohet thjesht ato që janë zbukurime që si për shembull me i shtu flokët me flokë tjera, ose me shtu flokët me material i cili është ndaluar. Për parukën ka mos pajtime nëse s'është ajo parukë për flokëve të njerëzit, apo nuk është për një material që është ndaluar, ka për dietarëve që ndalojnë rrepsisht, ka që lejojnë. Mirë është mos me e përdor, domethënë gruaja, domethënë hiç. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët, domethënë te zbukurimi i grave është se çdo preparat faktikisht domethënë që është i pastërt, që është i ndaluar, lejohet domethënë me e përdor, lejohet për gratë me i ly flokët, mirë është edhe për burrin edhe për gruan të zezës më largu, ka për i tyre dietarët që ato është ndaluar ngjyra zezë, mirë po me kombinue zezën me të kaftë, ajo me kon 100% zezë, mirë po ka edhe dietarë që lejojnë edhe këtë zezën, thjesht lejohet gruas me marr prej çimeve të trupit sajna, përveç domethënë prej vetullave që ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë që një gjë e tillë nuk lejohet, edhe që ka domethënë për punën e domethënë parukës, që tash ka mos pajtim mes dietarëve, nëse nuk është material për flokët njeriu apo material i ndaluar, ka për dietarëve që e lejojnë në formë përgjithshme, ka që ndalojnë në formë përgjithshme, e ka për dietarëve që thonë nëse ka nevojë, si për shembull tash këto domethënë gratë të cilat kanë kancer, realisht detyrohen me nështrua domethënë këtyre të kimioterapive që zakonisht dhe flokët bin,
atëherë ndoshta kësi raste s'prish punë me përdor paruka, mirë po mi largue paruka të ndërtuara dhe krijuara prej flekëve të njerëzve apo ndonjë kafshëve apo materialit që është ndaluar në shariatin tonë. Ndoshta me kaq po përfundojmë për sonde se u zgjat pak ligjërata e do të vazhdojmë me rregulla tjera në ligjëratën e ardhshme deri atëherë mbetëshet në përkujdesin e Allahut wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.